Jemi në këndin e gatimit, është hapësira për të sjellë receta të ndryshme, por puna ka filluar nga zonja Vjoca. Po, mirëmëngjes, ju përshëndes të gjithëve dhe kam vendosur vetëm pulën. Mund të keni një pulë, mund të keni 600 gram mish pule, qofshin këto kofsh apo pjesët e trasha të kofshës, dhe sa do t'i ka urdisim të zbardet mishi, do t'i hedhim ujë sa t'i mbulojmë, maksimumi 500 ml ujë, dhe do t'i zjejmë. Ja, si që shikoni, unë vetëm kam zjerë mishin e pulës. Nga ingredientët në fillim do ju duket sikur është tavë kosi Elbasani, është tavë me kos, po jo ajo tava tradicionale e kosit Elbasanit, që pa tjetër do mish shingje ose mish dashi. Unë kam prur një variant tjetër, do të bëj një tavë me mish pule me kos dhe me hudhra. Hudhra me mishin e pulës shkon shumë. Për të realizuar këtë recet do të mjaftonte një pule vogël, ose si pas pjestarëve të familjes, nga një copë për secilin, 1 kilogram kos, 3-4 thelpi hudhër, jo të shtypur, po të grirë shumë imët. Unë i kam vendosur në kapak që mos të më bëhet ambienti me erë hudhër, po. 3-4 kokra vezë, mvaret nga madhësia e vezëve, po vezët AIBA ma mundësojnë që unë të përdor vetëm 3, pak krip, piper të zi dhe gjalp vitam. Tani, si që thash, hapi parë ishte që ne do të zjenim mishin e pulës. E zjem për 20 deri në 30 minuta dhe kemi vendosur në tavë. Hapi dytë, do të hedhim vezët në një tas të madh. I përzjejmë. Kemi vendosur pak krip tek zjerja e pulës. Kështu që ambisat, unë shpesh më ka ndodhur që e kam bërë këtë gabim, do të hedhim vetëm kripën që do të konsumojnë për komplet gatimin. Do të hedhim pak krip, tek veza, piper të zi, dhe këtë mas do të përzjejmë me kosin. Kishim 1 litër kos. 1 litër kos. Pra, të gjithë përbërësit me sa po shoh do t'i përzjejmë në këtë tasin e madh. Në këtë tas. Tani, kemi gjalpin që nuk e kemi përdorur. Këtu më ndihmon Niki, do vazhdoj të trazoj, ndërsa unë do të filloj punën. Do të hedhim këtu dhe thelpit e hudhrës, të grira shumë imët. E dinam visat e kemi thënë dhe përsërisim, kur themi 3-4 thelpi hudhër, varet nga madhësia e qepës, apo kur japim alternativat të tilla, fshi edhe atë, dhe mbasi u bëpis, ka problem, marrim një lugë tjetër. Tani përpara se të fillojmë ne pjesën në thobë, se çfarë do të skuqim dhe si do ta sjellim, në çfarë forme do të sjellim mielin, apo do ta vendosim gjalpin të shkrihet? Jo, gjalpin të shkrihet dhe do hedhim 2 lugë miell sa ta zbardhim, jo të arrit të zverdh, të zverdet, po një zverdhje shumë e lehtë, jo që japim ngjyrë të errët. Në rregull. Dhe do të shkëputemi për një publicitet të shkurtër për të falendëruar të gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe rikthehemi me recetën tonë. Ja ku jemi, po vazhdojmë me recetën tonë. Zonja Vjoca ka hedhur gjalpin. Gjalpin vitam, kam hedhur 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, e ka urdis, derisa të njësohen të bën një trup i vetëm, gjalpi bashkë me mielin, dhe tani do t'i hedh, fillimisht unë i hedh pak ujë të ftohtë, me që lëngun tjetër e kam shumë të nxehtë. I hedh dhe lëngun e pulës. E lë derisa të bëhet një salcë e plot. Ja. Pra unë i kisha hedhur 500 ml, gjysmë litrësh. E trazojmë, si të shikoni, këtu është bërë një krem, në trajtën e beshamelit, vetëm se këtu ndryshimi është, nuk kemi qumshtin, por kemi lëngun e pulës. E lëmë sa të marri një valë fare të lehtë, dhe këtë mas fillojmë e trazojmë, tani së bashku me kosin. Do ta hedhim këtu të gjithën, tek përbërësit e tjerë. E heqim atë, se me që unë kam këtë ndorë, e trazojmë, duke trazuar vazhdimisht, temperatura e salcës bie tani, mbasi kosi është i ftohtë, nuk na pritet veza, dhe do të bëjmë kontrollin
nëse këtu është kripa në masën e duhur, apo jo, dhe piperin e zi është aroma e plot sa për. Pra kemi vendosur mishin e pulës në tavë të zjerë dhe të gjithë përbërësit e tjerë që lezoj zonja Vjolca janë në këtë tas. Do dhe pak krip. Pak fare krip, edhe pak piper të zi. Hudhra është mjaftueshëm, gjithçka është mjaftueshëm. Andisat e provojnë, nëse ka nevojë dhe për pak hudhër, i hedhin dhe hudhrën dhe tani këtë mas. Kjo duhet tjetë, le themi, sasia e lëngshme apo e trash e... Po, ja kaq. Po, e gjithë masës. Tani vejza, mielli, kur janë në kontakt me temperaturën e lartë, se ne do ta vendosim në furrë për 30 deri në 40 minuta, ato sigurisht do ta piksin, ta bëjnë një trup të vetëm dhe do të jetë unë e përgatis shpesh. Sigurisht ndoshta kanë marrë shkas nga ajo çfarë është tradicionale dhe kanë realizuar këtë. Kanë provuar këtë recetë. Po, ose ka nga ata që dhe vërtet tavën e kosit e bëjnë për eksperiencë, për ta ndryshuar ndonjëherë dhe me mish pule, për arsye se mishi qingjit ka shumë kolesterol dhe duan ta shijojnë dhe shijojnë në variante të ndryshme. Thash, kjo nuk është tava e kosit tradicionale elbasanse, por është diçka e përafërt, sepse tava e kosit do 2 kokra vezë, kjo sasi, dhe pak 2 kapura dore oris. Nuk do hudhër. Tani, këtë mas do ta hedh duke e mbuluar edhe pjesën e mishit. Provojni se do mbeteni të kënaqur. Është një shije ndryshe. Po edhe gatimi të mishit pulës. Ne kemi sjellë shumë receta me mish pule, me supra, me tava. Po. E kemi përdorur kudo. Ja. Që nga ka dhe një mënyrë e tillë me kos. Ja edhe përbërësit. Dhe me shumë pak përbërës, me shumë pak përbërës që të gjithë në familje, po. 600 gram mish pule, 1 kilogram kos, 3 kokra vezë, po, madhësisë vezës, 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, 4-5 thelbi hudhër, krip piper të zi, dhe një furrë në temperaturën 200 gradë dhe tigani për ta. Mishi sigurisht. Mishi që kemi marrë tek Mëyja, ne do ta nxjerrim nga frigoriferi për ta shkrirë dhe mbarojmë. Madje ka ardhur dita që ne përsëri të bëjmë pazare tek Mëyja. Çdo fundjavë ndodh kjo gjë. Unë po vendos tashmë në furrë, çfarë temperature duhet të jemi? 200 gradë. 200 gradë. Ne do t'i lëmë vendin. Atëherë është shumë e thjeshtë, kam kohë ta përsëris? Ta përsërisim edhe një herë tavën tonë. Po. Për ndonjë që nuk na kanë ndjekur hap mas hapi, janë shumë pak veprime për të realizuar. Vendosim mishin e pulës, jo direkt me ujë, e lëm pak sa të thithi pak lëngun të zbardhet mishi, hedhim 500 ml ujë, pak krip dhe lëm të valoj. Ndërkohë, marrim 3 kokra vezë, i rahim me pak krip dhe piper të zi, e trazojmë atë së bashku me kosin dhe tani vemi në vatrat e sobës. Në një tigan salce, hedhim 2 lugë gjalp, vitam, mua recetat e mia janë të suksesshme me gjalpin vitam, hedh 2 lugë miell, i ka urdis ato sa fillon të zverdhet, si që thënë iki, ashtu si që përgatisim zakonisht beshameli në shtëpi. Varianti në këtë moment ndryshon, nuk do të hedhim qumëshin për beshamel dhe arrën moskat, por do të hedhim lëngun e pulës. Tani na bëhet një mas kremoze, unë personalisht, që të kem sukses mos më bëhet me kokra, nuk bëhet, për arsye se gjalpi vitam nuk e las njëherë, prandaj rrim që të njësohen të dyja të bëhet një trup i vetëm. Hedhim lëngun, pra e trazojmë atë kremin salcën e trash, e trazojmë tani me kosin dhe me vezën, e kontrollojmë dhe njëherë për krip dhe piper të zi dhe sasia i hudrës ashtë normale, e shtrojmë në tavë mbi mishin e pulës, në furrë, në temperaturën 200 gradë. Mbas 40 minutave, merrni lugën dhe shijojeni. Dhe ne do ta shijojmë këtu te vila jon. Ja, kjo është edhe një herë menuja, besoj se është më së e qartë dhe e përsëritur disa herë nga ne të dyja. Do të shkëputemi, ka publicitet, edicion lajmesh në News 24, takohemi në pjesën tjetër.
Si që shihni, jemi futur punës në këtë pjesë të dytë të këndit ton të gatimit, është hapësira e dytë, pas asaj të parë të cilën ne e pam të gjithë dhe e kemi vendosur tashmë në furr, pra mishin e pulës në kos, me gjithë përbërësit e tjerë me udhra dhe shpjegimin e ndoqët në këtë pjesë të parë. Tani, është momenti që ne të nisim me njerë gatimin ton. Dhe zonja Vjolca, na thash... Për ta kombinuar recetën, unë do të bëj një salat me bulgur. Është një ushqim shumë i shijshëm, një ushqim që na bën mirë për shëndetin, na jep forcë, na kuron. Atje ku ne mund të çalojmë, po. Dhe tani kam vendosur 500 ml lëng perimesh. Do të hedh më njëherë bulgurin për të përfituar kohë. Kemi 250 gram bulgur. Po, është shumë e rëndësishme. E trazojmë, e fik tani sobën, dhe lë këtu të mbuluar. Ja. Pra, në lëng perimesh. Në lëng perimesh. 500 ml e lëng për disa minuta, derisa bulguri ta ketë përthithur komplet pjesën e lëngut perimeve. Një kastravec të prerë në kubik të vegjël, me brinj 0,5 mm. Asë 1 cm, pra gjysmë. Sigurisht. Domatën, ja kemi hequr pjesën e farave dhe të lëngut, dhe pjesën e jashtme të domates, do të një domate e pjekur dhe fort, jo domate e but. Këtu kemi 3 lugë lëng limoni, 5 lugë vaj ulliri altis, i jep një shije dhe aromë të mrekullueshme, një spec që na duhet në ngjyrë të verdhë për të harmonizuar ngjyrat dhe shijet. Kemi gjethet e majdanozit, gjethet në energjiku, por miku i zgjodhi të mirat e të mirat, se nuk do fusim kërcelin brënda, dhe qepën që do të presim në unaza. Jo, gjalpi nuk na duhet tani, ishte për recetën e parë, krip dhe piper të zi. E shohim dhe njerë pjesën e bulgurit. Sepse pak minuta besoj se e përthith me njëherë lëngu. Dhe ajo që është më rëndësishme, këtu kam vendosur bajame në një temperaturë të ullët, feta bajame dhe i kam zverdhur pak. Në momentin që e servirim, i hedhim dhe disa feta bajame. Është pra i momenti që ne duhet konsumojmë, nuk duhet harrojmë, me mundësit që kemi, pak frutat të thata. Dim tashmë vlerat që ato kanë. Përbërësit pra, i kemi përmendur se çfarë e realizojnë recetën e sallatës me bulgur. Kështu që tani na mbeti vetëm teknika, mënyra se si përgatitet. Atëre, nëse do të jetë një kastravec me fara, sigurisht edhe farat e kastravecit duhet larguar, por kastraveci ishte normal, dhe e presim, kam lënë një pjesë këtu, kjo është gjithë, Majdanos. E presim kastravecin në feta të tilla. E rëndësishme është që përbërësit të jenë simetrik me njëri tjetrin, sepse realizohet ajo paraqitja estetike. Presim kështu në shkopinj dhe pastaj i barazojmë dhe absolutisht nuk ka asgjë të vështirë. Flasim gjithmonë në kushtet e shtëpisë, Bulguri që zjehu dhe që përfithi lëngun e perimeve ta lëmë të ftohet, besoj, para se të përzihet me... Mirë do t'ishte kjo, është me vënd kjo që the Niki, mirë do t'jetë, se me që ne kemi një salat të ftohtë, nëse do t'a bëja me perime të pjekura ose perime të stufuara pak në tigan, atëre nuk ishe problem, mund t'ishe dhe nxehtë. Por në rastin tonë, bulguri na duhet pak i ftohtë. Ka pakun atëre që të mund të na ftohet pak. Dhe nuk i duhet shumë kohë as të zija, thjesht të merr atë përthith lëngun e perimeve, apo me çfarë gatuhet zakonisht bulguri. Mirë është që të rinj çik i mbuluar. I mbuluar, që të djersi pak? Po. Që të jetë pak më i butë për serviret. Do dhe pak të ri, pastaj me ndihmën e një piruni, jo me lugë, që të ri pak si shkrifët, do ta hedhim në këtë tasin dhe do të vazhdojmë. Tani, fetat e limonit do t'i presim për gjysmë, është pjesë e dekorit. Po, ja, ta vazhdojmë. Ja, si kjo, këto e ke bërë shumë mirë, Niki. Që mos na varen këto kështu. Tani, të mbaroj dhe me specin unë. Edhe me qepën. Ndonjë që i shijon, mund t'i vendosin në këtë rast edhe bishtat e qepës, po unë do të preferoja
vetëm pjesën e bardhë të qepës. Nuk dua që të më dominoj një aromë më tepër se tjetra, të miksohen, të dallohen që janë prezent. E di që më ndodh ndonjëherë, shkojnë në një lokal që konsumojmë, në një ushqim që, siç themi, kuzhina ka ecur shumë përpara, ka evoluar, dhe rri i dalloj erën, po a është kjo apo s'është kjo, derisa më në fund e konfirmoj dhe filloj me vrap në celular, them ka këtë, dhe i shkruaj që të ditë sa jo i diçka tjetër për vete. Më ndodh shpesh kjo, po, më ndodh shpesh. Atëherë ja këtu është qepa. Pra nuk shko vetëm si një kliente e një lokali apo restoranti, Po, jo si një konsumatore, por një rrugë e dy punë. në dorë. Një rrugë, e mbaj lapsi dhe për atë tjetrën më leverdis ta konsumoj këtë ushqim, ta gatuaj apo jo. Po, është e vërtet. Atëre, Pra, e njëjta gjë. Sa ngjyra? Kemi ngjyra sa të duash, kemi të bardhën e qepës, kemi të verdhën, kemi Jeshilen, kastravecin, jeshilen, po, ka plot. Po, unë si t'jem me 4 ngjyra. Ngjyra e dheu, si që është bollguri. Po, Dhe krijuam një atmosferë. si t'jem 4 ngjyra është në rregull, është tërheqëse, të bën ta kthesh kokën. Po, është e vërtet. Ngjyrat ndikojnë shumë në shije dhe në atë qasi që mund të kemi direkt me ushqimin. Salat me bollgur, shihni përbërësit në ekran, është menuja e fokusuar për gjitha anvisat cilat dëshirojnë të gatuajnë këtë recept, 250 gram bollgur dhe 500 ml lëng perimesh është ky raport i zjerrjes bollgurit, 2 domate, 4 qep të njoma, 1 spec i verdh, 1 kastravec, 2 deg nenexhik, 1 tuf majdanoz, 3 lugë gjelle lëng limoni, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle bajame, feta bajame, të pjekura paksa si gjindoqët, krip, piper i zi. Kaq, kjo është menuja, këto janë përbërësit, gjithçka që ne i bashkojmë tashmë dhe këtë salata. Dhe përfundoj. Tani, marrim një pirun. Ne e sollëm si shoqëruese të tavës tonë, po kjo është një sallatë që plotëson një vakt me sa kuptoj, sepse drithrat na ngopin, na japin idenë e ngopjes dhe nuk kemi nevojë për të paktën për ndonjë vakt jo shumë të rëndësishëm, siç mund të jetë. Tani bollguri është shumë mirë. Pra, pasi kemi lënë të mbuluar me kapak, është mirë që ta trazojmë me pirun. Po me pirun, asnjëherë me lugë. Të shkuftohet. Ashtu si dhe kuskusin, edhe bollgurin me lugë, mos na dali kështu forma, po të dali i shkrifët. Një duken si të ngjashme me njëra tjetrën, por bollguri është më i trashë, si të thuash si. Është më imët kuskusi. Ja. Atëherë, siç e shikoni, volumi u rrit, nga 250 gram bollgur, këtu bë sikur të jetë 1 kile. Ja, e shkriftojmë, mirë, në një tas tjetër, në këtë tasin. Ku e kam tasin? Do të bëjmë disa përzierje tani të tjera të... Po, do të përzjejmë 3 lugë lëng limoni. Lëng limoni. Aty, të afroj dhe vajin e ullirit. Duheshin 5 Pak lugë krip. gjelle vaj ulliri, thamë. Mos ki merak se unë... Anvisat e njohin mirë masën. Këtu janë 3. Etalon matës. Si ta bëjmë 2 fishin e kësaj, shkon në rregull, shkon 6, jo 5. Sepse këtu do të hanë më shumë se 6 vete. Po, është gjitha masë, është e vërtet. Dhe vaj ullirit bën atë që e shkrifton komplet. Ja. Merri mati, po si jenë 5. Nuk e vë fare në dyshim. I trazojmë. Po, kalojmë qiko që t'jetë ftohur, t'jetë vakur pak. Tani, të gjithë ingredientët që kemi, do t'i hedhim në një tas të vetëm, në një tas tjetër. Ti bashkojmë një përbërësit më vete dhe më pas do t'i bashkojmë me bollgurin. Edhe domatet? Ja, një sekund. Edhe domatet. Po i vëm në fund njerë. Hedhim këtu. Edhe dhe domatet. Shumë mirë. Tani këtu hedhim të gjithë këtë
masën që perimet të marinohen me pjesën e marinadës, salcës që ne formuam. I trazojmë. Këtu bë një mini sallatë, si ti thua se një mas për bruschetta fikse, e ke gjetur fiks fare. Ja, i trazojmë mirë të gjitha së bashku. Dhe tani këtë mas do ta hedhim tek bollguri. Me gjithë pjesën e salcës. I largojmë këto që kemi, po mos e se mos na duhet në një limon tjetër për... Edhe na duhet dhe majdanozi. Që do ta presim. Realizojmë tani bashkimin. Po, e trazojmë tani me shumë kujdes, me shumë kujdes. Ja, shikon që ndodhë, me pirun do t'ishte akoma dhe më mirë. Me pirun ato tjerë më mirë, se ndahen në kollaj grimcat e bollgurit. Mos u mërzisni, ju kam thënë që unë bëj ca e në pisë kur gatuaj. Ja, shikon pirunin sa mirë? Nuk dalin gatimet ndryshe. Ja, duhet të bësh një veprim gabim që edhe anvisa ta fiksojnë, jo me lugë. Me pirun. As kuskusin, kemi thonë kur kemi gatuar e mbajmë në këtë detaj. Tani? Ma djede kur konsumohet me pirun. Po, shë vërtet. Tani do të hedhim aromat. I largojmë këtë, se më vërit sytë kjo. Po. Këtu e trazojmë bashkë me disa gjethe majdanoz. Pra energjikun me majdanozin. Po, duen hequr këto bishtat nuk duen, a? E këto shfrytëzuar, kryeza po boshatiset nga përbërësit për t'ja lënë vendin gatimit në tërësit se çfarë është duke përfunduar. Shiko, në furrë ne kemi tavën me mishin e pulës me kos, sigurisht i duheshin 40 minuta, thjesht po e shoh nga larg zonja Vjosa se ka filluar po zjen edhe ka krijuar atë cipën e hollë e cila do të kthehet në të kuqeremt derisa të ketë përfunduar. Po. Sigurisht nuk do kemi kohë se 40 minuta janë shumë për ta pritur, por shpjegimi ishte i qartë me aq pak përbërës dhe atë shpjegim të saktë që i bëre. Aromën. Dhe i lëm tani vetëm i heqim ato lugët të gjitha dhe e trazojmë pak kështu. Mirë është. Gjithmonë kuskusi do t'jeti ftohtë kur ne ta trazojmë. Mirë është që mbasi ne hedhim perimet, kuskusi i ftohtë, perimet e marinuara bashkë me lëngun e marinadës që është, ta mbulojmë një çik telefon dhe ta vendosim në një ambient të freskët, ta lëm për 20 minuta, që dhe kuskusi të asimilojë komplet marinadën që ne konsumuam për perimet. Dhe bollguri e ka këtë veti në fakt përthithse, të çdo lloj. Po, ne tani mendojmë që e bëm këtë veprim, në shtëpi patjetër duhet ta bëni, se nuk realizoni dot shijen e duhur. Jo në moment çik më vonë, tani mendojmë ta servirim. Si do ta servirim? Mbushim një tas. Nëse jemi 2 veta edhe në porcionet veçanta, po edhe në një tas të vetëm, se cili merr në anë të pjatës sa të dëshiroj. Vendoset dhe një lugë pa tjetër këtu. Nuk kemi konsumuar akoma bajamet. Kemi përdorur ende bajamet, ja, mbushim fetat e bajameve. Një tas, se nuk da servirim ke ky tas që ne e gatuajmë. Ja, mjafton kaq. Vendosim disa feta limoni, që është pjesë përbërëse e shijes kuskusit. Ja. Kemi dhe një tjetër. Edhe këtë. Të presim një tjetër? Jo, mjafton kaq. Dhe për ta serviru në fund fare, do t'i hedhim bajamet. Dhe një sallatë me gjitha elementet që i duen një vakti të shëndetshëm, të bukur edhe të shishëm, me gjithë përbërësit, me ngjyrat përkatëse, do ta sillim edhe tavën këtu ashtu siç është. Unë mendoj që po. Nuk ka përfunduar dieta. Në që nuk na kam ndjekur, thonë, Vjolca pas ka bërë vetëm sallatë sot për drek. Jo, unë do doja ta plotësoja kryezën, në fakt, se anvitat e di shumë mirë që ti zonja Vjoca sjell
Ja. Minimumi 2 receta. Ka filluar të zverdhet anash, por do të zverdhet komplet në pjesën e sipërme. Kjo është hapësira jonë që ka përfunduar në këtë moment, këto ishin 2 recetat, shpresoj që t'ju kemë pëlqyer, ne ju përshëndesim, mirupafshim së bashku. Mirupafshim.